Gjisiela Maloku është rikthyer në vëmendje të opinionit publik pas paraqitjes së saj për herë të dytë brenda një jave në prokurorinë e posaçme. Ajo mbërriti këtë të hënë ambientet e spakut e shoqëruar nga një vajzë tjetër, ndërsa qëndrimi i saj zgjati disa minuta. Nuk dihet ende nëse është thirrur si dëshmitare, person non hetim apo për të dhënë informacion mbi një procedim penal, ndërkohë që prokuroria nuk ka bërë deklaratë zyrtare mbi këtë zhvillim. Rasti Maloku u bë i njohur në vitin 2018 kur denoncoi për dhunë fizike dhe psikologjike Recep Rajen, djalin e ish-deputetit socialist Rahman Raja. Prokuroria e asaj kohe konfirmoi përmes ekspertizave mjekoligjore se Gjisiela Maloku kishte qenë viktimë e dhunës së përsëritur, që synonte ta detyronte të mos i jepte fund lidhjes me të. Megjithatë, më vonë Maloku tërhoqi nga akuzat, ndërsa çështja shkaktoi debat të gjerë politik dhe publik. Aktualisht mbetet e paqartë nëse paraqitjet e saj në SPAK lidhen me këtë çështje të hershme, me zhvillime të reja hetimore apo me ndonjë rast tjetër. Prania e saj në institucionet e drejtësisë pas një kohe të gjatë jashtë vëmendjes mediatike ngre pikpyetje për natyrën e hetimeve në zhvillim.